Përshëndetje nga unë Elioni. Dua t'ju tregoj një diçka që besoj se është e nevojshme, meqense TikToku është një rrjet social I cili tashmë ka një audiencë shumë të madhe, përfshi dhe gjithë shqiptarinë, përfshi këtu dhe besimtarët e të gjithë feve, por dhe të krishtërimit, edhe duke gjetur shkas për këtë si një vend ku mundet edhe të shprehim fjalën e Perëndis, si shumë veta dhe e bëjnë këtu në TikTok, unë do doja të thoja për një temë të caktuar, të veçantë që është shumë e rëndësishme. Edhe që dua t'i bëj një lloj thirrje gjithë besimtarëve apo kishës apo autoriteteve kishtare, ata që kanë njohje në fjalën e Zotit dhe janë të interesuar për të vërtetën. Shpeshherë shikoj që jo vetëm në kisha shqiptare, po dhe në botë shikojmë shumë kisha të vakta. Dhe kur them për kisha të vakta nuk po flas për muret, po flas për besimtarët. Edhe forma se si ato janë të formuara, domethënë teksa poria dhe po mendoja, thash pse mos e them këtë që do them tani. Po më duken shumë formale, domethënë përgjithësi kisha po më duken formale, më tepër se sa reale. Po më duken si përfaqësore, në kuptimin që nuk janë zbatues të shkrimeve të shenjta që zotrojnë në Bibël, po shikoj sot vetëm kisha pastorale. Kisha pastorale, ku kemi vetëm apostuj apo pleq. Në fakt, a është e drejtë një gjë e tillë? Kush është misioni I kishës? A do të kemi vetëm kisha pastorale, ku të kemi vetëm një pastor që drejton gjithë grigjën, gjithë delet e Perëndis, gjithë besimtarët, apo do të ketë dhe funksionarë të tjerë? Tani këtu nuk po flas thjesht për ata që dalin dhe adhurojnë ose këndojnë atje ose bën një funksion tjetër, por do të them në tërësi të gjërave se si mëson Bibla. Perëndia thot në librin e Korintasve që Perëndia I ndau gjithë secilit dhunti, dhurata. Pra në momentin kur njerëzit morën frymën e shenjtë në kishën e parë, ditën e Pentakostit, pas ikjes dhe largimit të Krishtit nga toka, pasi ka ardhur fryma e shenjtë dhe u shpërnda në të gjithë besimtarët, një nga shenjat e para ishte të folurit në gjuhë të tjera. Një nga shenjat e para ku ata po lavdronin me fjalë të mëdha, edhe pse nuk e kuptonin atë, edhe pse nuk e dinin atë gjuhë, po fryma e shenjtë I bante të flisnin dhe profetizonin apo lavdronin Zotin. Pse po I përmend këto? Sepse po të shikosh në një nga thanjet e Krishtit para se të ngjitej nga toka, urdhri I ishte dilni në mbar botën, predikoni ungjillin, dhe këto janë shenjat e atyre që do të ndjekin ata që besojnë në emrin tim, dhe do të pagëzohen, do të shpëtohen, por dhe këto janë shenjat që do të ndjekin. Do të vënë duar mbi të sëmurët dhe ata do të shërohen. Do të nxjerrin jashtë demon, pra shpirtra të këqij ose xhinde si quajnë një grupim njerëzish të feve të ndryshme, apo shpirtra të këqij si thash dhe më parë, frymra të këqija ose engjëjt të Satanit, pra punët që ai bën apo prishja e magjive me radhë që përfshihet në këto pjesë, të folurit në gjuhë tjera apo dikush që mund t'i përkthejë me radhë. Edhe më specifikisht këto I shikojmë dhe tek letrat e Korintasve nga apostulli që ka qenë shumë aktiv dhe ka shkruar boll letra kishës, pavarësisht se akuzohet nga njerëz të tjerë për fallsitet, ata janë mashtrues që akuzojnë Palin, mos ja vini shumë veshim mësuesve falso që ka shumë këtu me bollek në TikTok edhe kudo në botë. Pasi Pali ka qenë ndriçuar nga Perëndia dhe ka dhënë një mësim shumë të lartë mbi funksionimin e kishës. Edhe ai ka mësuar që Perëndia së pari ndau apostuj, profet së dyti, mësues, pastor ose barin, ose I peshk, siç I thon disa, ose episkop si I thon disa, ose kujdestar, ta themi dhe më shkoqitur, dhe së fundmi ungjilltar. Dhe përveç këto janë 5 shërbesa: apostull, profet, mësues, pastor ose bari, çobani themi,
Ndryshe, megjithëse edhe çoban nuk është fjalë shqip, dhe së fundmi ungjilltarë ose ata që evangelizojnë që vjen nga greqishtja ose çoban vjen nga turqishtja, në shqip do të ishte bari. Dhe thamë shkoqur kujdestar për delet e Perëndisë për besimtarët. Po çfarë funksione shikojmë sot në kishë? Po të shikoni për kishat tuaja, do të shikoni që një kishë sot e drejton një pastor, kemi vënë disa drejtues grupesh, kemi dikë që këndon aty përpara, e disa instrumentist, sigurisht që ata kanë funksionet e tyre shumë mirë, duhet janë ata. Edhe kemi vetëm pastorin si kreun e kishës. Por Bibla çfarë mëson? Nga mezi besimtarve ose në kishë, çdo njeri prej jush ka një dhunti të caktuar apo një shërbes të caktuar dhe jo të gjithë kanë të njëjtën gjë. Ose disa prej jush mund të përfshihen në disa prej dhuntive apo prej shërbesave. Nëse do të studioni me vëmendje në kishën e parë apostolike, do të shikoni që apostujt si Pietri, Jakobi, Pali e kushdo që ka qenë tjetër, ata përfshiheshin në shumë dhunti. Pra edhe mësonin, edhe ungjillizonin, edhe pastorizonin, domethënë bënin rolin e bariut, që kujdeseshin për grigjen. Apostulli është ai që ndërton kisha, del predikon, me shenja, me mrekulli, ndërton kishën, ngre besimtar, ngre shërbestar të tjerë, ka dhe rolin e mësuesit, mundet edhe të profetizoj, si në rastin e Gjonit, shikojmë që ai ka boll profeci në Bibël, si rasti i librit të Zbulesës, që është një nga librat shumë të fuqishëm, domethënë që është shumë e rëndësishme sot, që kurse është krijuar, edhe është një libër që ende qëndron, edhe është fjala e Zotit 100%, edhe që nuk duhet të ndryshohet. Edhe mira i që ndryshon. Pra, po të shikosh, shpeshherë dhe apostujt kanë profetizuar, por dhe kanë mësuar, nëse shikon në veprat e apostujve, nëse lexoni me vëmendje, nëse shikon letrat e Palit apo të Pjetrit, gjithmonë ata japin këshilla. Ata mësojnë, ata këshillojnë. Por po të shikosh, këto kanë lidhje me që ato që ne i quajmë shërbesa, profet, që mos ngatroheni, nuk janë vetëm profetët e dhjatës së vjetër që ishin para Jezu Krishtit, siç ishte Gjon Pakzori, që ishte një profet, i cili ka qenë dhe më përpara me një trup tjetër dhe me një emër tjetër, që quhej Elia, apo profetë të tjerë si Gjan Pafund, Isaia, Joeli, Emerald, Habakuku, e sa ka plot Bibla, si këta janë profet specifik në kategorinë e beslidhjes së vjetër, por shikojmë që funksioni i profetit nuk është se ka mbaruar në ardhjen e Krishtit, madje është përmirësuar në ardhjen e Krishtit. Tani është bërë në rolin e kishës, që quhen profetët brenda kishës, në funksion ndoshta edhe më të lartë se sa i atyre i kohërave të vjetra, sepse ata ishin profetë të beslidhjes së vjetër. Jo se ata s'kishin rëndësi, por kishin një nivel tjetër. Por akoma dhe më shumë sot janë shtuar profetët dhe duhet të ketë kudo nga besimtarët, nuk mund të thuash se kush, por me siguri sipas fjalës së Zotit dhe në Korintasit, secili thot mund të profetizoj në kishë apo tek të tjerët kur fryma e Perëndisë e drejton, jo kur ai dëshiron të profetizojë. Për të dhënë shkurt se çfarë është një profecia, për ta përmbledhur me dy fjalë shkurt, profecia është një funksion që tregon të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmëngjarjes se çfarë ka ndodhur, çfarë po ndodhin, apo dhe korrigjimin që mund t'i bëhet grupimit të kishës apo besimtarëve të caktuar apo ngjarjeve të caktuara, kritikat që mund të vinë nga Perëndia apo korrigjimi që mund të vinë nga Perëndia apo drejtimi që mund të vinë nga Perëndia kur ti je pa drejtim dhe ti nuk di se çfarë të bësh. Pra, profecia është shumë e rëndësishme në funksionin e kishës. Sigurisht që për të profetizuar nuk është
se profetizon vetëm profetët e kishës që quhet shërbes, siç është shërbesa e pastorit dhe kemi shërbesën e profetit apo shërbesën e apostullit apo të mësuesit apo angjëltarit, ku edhe këta mund të përfshihen në profecira, por edhe besimtarët mund të përfshihen duke dhënë profeci në nivel në rangun e besimtarëve të zakonshëm. Po kur themi në nivel shërbese, ai që ka shërbesën e profetit ka funksione edhe më lartë dhe niveli i profecisë së tij është edhe më i lartë akoma. Është edhe më i lartë, sepse është shërbesë. Ndërsa të mësuarit kuptohet që nga vetë fjala shërbesa e mësimit zakonisht mund ta gjejmë nëpër kisha sot, edhe është mirë që ekziston. Madje do të ketë më shumë mësues, të cilët do të kenë një fjalë dhe një zbulesë nga Zoti dhe jo të mjaftohen vetëm ato çfarë kanë dëgjuar nga mësuesit e tyre apo çfarë dëgjojnë nga shkolla biblike apo teologjike ku ata shkojnë. Pasi veçanit mësues është një shërbesë, është një gift ose një dhunti ose një talent i dhënë nga Perëndia, i cili ai të pajis ty me njohuri, se dhe kjo bazohet tek fjala e Zotit, sepse thuhet që kur fryma e shenjtë të vijë, ai do t'ju mësoj. Çdo gjë. Fryma. Pra, cilësia e të dhënit mësim nuk ka të bëjë me atë çfarë mëson ti në shkollë, po thotë ai do t'ju mësoj. Ai do t'ju bëj të kuptoni çdo gjë. Pra, përfshi, ai do t'ju bëj të kuptoni dhe shkrimin e shenjtë edhe fjalën e Perëndisë. Shpesh njerëz thonë çfarë shkollë ke bërë ti, kush të ka mësuar, kush është pastori yt, në çfarë kishe eti, edhe thonë një lloj krenarie, domethënë këta sikur këta janë dhe s'ka tjetër, po shikoni i njëjti gabim në të gjithë pastorat në të gjitha kishat e Shqipërisë, ka marrë pak a shumë me shumë drejtues dhe me shumë besimtar fatkeqësi e madhe. Kur mos ja bëj me qëllim pyetjen ndikujt në çfarë kishe shkon ti, kë ke pastor ti, kush të ka mësuar ti, ku e ke për shkollën ti, me tendencë edhe për të bërë krahasim çfarë niveli është ai person, jo thjesht se të pëlqen, po edhe me nivel me iden për ta poshtruar ndoshta ose ndoshta edhe me iden sepse vërtet pëlqevi. Keni parasysh, ti je një mësues është një cilësi që vjen nga fryma e shenjtë. Ti je një pastor është një cilësi që vjen nga fryma e shenjtë. Ti je një ungjilltar, që do të thotë ungjilltar është ai që predikon fjalën e mirë, ungjillin, se çfarë Jezu Krishti u dërgua nga Perëndia për të vdekur për ne në kryq, edhe për të shlyer mëkatet tona, për të dënuar nga Zoti ton, Ati Perëndi, i vetmi Perëndi sovran i përjetësisë, që është Zoti mbi Krishtin. U dënua dhe u dërgua nga Perëndia për të shlyer mëkatet tua dhe u dënua prej tij dhe u ringjall prej tij dhe u emërua prej tij si Zot edhe si Krisht thuhet në Veprat e Apostujve. Pra, ky është ungjilli që predikojnë ungjilltarët. Edhe ju japin shpresë njerëzve që të vinë në shpëtim dhe të bëjnë atë deklaratën, atë rrëfimin, duke thënë Zot ne jemi mëkatar, jo nuk po them të derdhin lot duke mbushur ndonjë fuqi me lot, siç mendojnë disa duhet pendohesh të qashe, jo, por duke drejtuar njerëzit në të vërtetën, edhe ata që e ndjejnë me shpirt dhe kuptojnë që duhet të kthehen të besojnë tek Perëndia, pra të ndjerët dhe që ti duhet të kthehesh tek Perëndia, ky është forma e pendimit, që të bëjë një ungjilltar, dhe t'ia transmetojë të tjerëve, edhe t'i ftoj ata që të pranojnë Krishtin si Zot dhe si shpëtimtar, por edhe t'i pagëzojnë në ujë. Pra, se pjesa e pagëzimit nuk është vetëm puna e pastorit, por është puna e kujdo që predikon ungjillin, sipas Biblës, nuk ekziston një shkrim që të thotë pastori duhet të pagëzojë. Po të shkosh sot, punën e pagëzimit e bën pastori. Nuk është gabim, po është e gabuar në momentin që mendohet që atë funksion e ka pastori, e ka peshkopi, si thonë këta në kishat e tjera, apo i peshvi, si thonë një lloj kategori tjetër kishe. Jo. Apo të kaloj një vit dhe pasaj të pagëzoj të shkojmë sa u pendua kjo apo jo. Këta janë kisha formale që nuk ende e kanë kuptuar mirë shkrimin e shenjtë. Sepse i vetmi kemi rastje në Bibël që cilësohet pagëzimi i atij eunukut në momentin që dëgjon ungjillin, menjëherë Stefani nuk nguron ta pagëzoj, sepse ai kërkon ja ku është peggu çfarë na pengon. Ai tha Stefani atij, po unë jam pastori. Ai tha, shën Stefani atij, po jo të kalojnë vit shkojmë do pendohesh ti apo jo, siç thon disa deklarata nga pastorët e kishave që është shmenduri që janë pastor.
edhe kanë bërë dhe shkolla dhe universitete, marrin dhe rroga dhe është skandal. Jo, apo ka mësuar dhe tjerët të mësojnë kështu. Ti e pakzon personin në momentin që ti predikon Ungjillin dhe është i gatshëm ta pranoj Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, gjej një vend me ujë, s'ka rëndësi se është lum, apo është det, apo është oqean, apo është lum, apo kazan me ujë, apo pishin, apo shatrivan, çfarë rëndësi ka. Merre dhe pakzoj në ujë në emrin e Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, ti e ke këtë autoritet nga Ati Perëndi dhe nga Jezu Krishti, i cili shikon këtë lloj mësimi tek ungjit në fundin e tyre, si tek Mateo 28, si tek Ungjilli i Markut thot, ata që do të besojnë dhe do të pakzohen, do të shpëtohen. Po imagjino tani nëse ti nuk e pakzon një person, po pret kur ta pakzoj pastori, ai ka vdekur. Pastori kujtohet mbas një viti, dal ta shikoj janë rrëzuar pende dhe i kanë dalë pende të reja, Se ka dhe nga këta tipa kështu. Në kuptimin që ka ndryshuar apo jo, është bërë më i mirë apo është bërë më i keq, apo na dëgjon apo i bindet autoriteti. Shikoni se kisha nuk është biznes, dhe besimtarët nuk mund të bëhet biznes, me shpëtimin nuk mund të bëhet biznes, me pranimin e Jezu Krishtit nuk mund të bëhet biznes. Në momentin që njëri ja ke shpallur Jezu Krishtin se çfarë ai ka bërë në kryq, edhe ai pranon të jetë ndjekës i tij, mos e detyroni që mos i jepni alibin tjetrit që të mendoj që po erdhe në Krisht shpëtohesh, po nuk erdhe në Krisht nuk shpëtohesh. Jo, njeriu vjen në Krisht sepse i beson lajmit të mirë që quhet Ungjilli, që do thotë çfarë Krishti bëri në kryq, vdiqte u ringjall për ne. Edhe kush e pranon si Zot dhe shpëtar shpëton. Pra, ungjilltari është shumë i rëndësishëm të ketë në Krisht. Pra, këtë punë nuk mund ta bëjnë kushdo. Të gjithë mund të predikojnë Ungjillin, të gjithë, jo vetëm pastori. Edhe besimtarët mund ta, çdo kush që e ndjen. Nuk ka rëndësi se si predikohet Ungjilli, thot Bibla, rëndësi ka që predikohet, por ai që ka një shërbes, një thirrje të caktuar për të qenë ungjilltar, ai e ka dhe më të fuqishme se të gjithë të tjerët. Pra është autoritar, siç është pastori autoritar në kishë, ai është autoritar të predikojë me njerëzit në rrugë, në sheshe, kudo. Dhe ai mund të lutet dhe mbi të sëmurët, mund nxjerrë jashtë demon, sepse shpeshherë këto pesë shërbesa që unë përmenda, siç është apostulli, profeti, këto janë autoritete në kishë. Këto që po përmend, edhe një apostull, profet, mësues, bari ose pastor, dhe ungjilltar, këto janë autoritete në kishë. Nuk është autoritet vetëm pastori, janë të gjithë këta, dhe i pari është apostulli. Pse apostulli? Sepse apostujt ndërtuan kishën. Ata dinin veprat, banin dhe punën e të gjitha këtyreve. Një apostull i ka të gjitha këto të pesta. Domethënë bën edhe punën e profetit, edhe punën e mësuesit, edhe punën e pastorit, edhe punën e ungjilltarit, i ka dhe dhuntit të ndryshme për të shëruar, për të nxjerrë demon jashtë, për të bërë mrekulli, për të bërë vepra të fuqishme, ndoshta edhe të ngjallë të vdekur. Pra ato që Perëndia dhe fryma e shenjtë drejtona do të bëjnë. Pra nuk është njeri që është nën autoritetin e pastorit asnjëherë. Por pastori vendoset nga Perëndia duke marrë një deklaratë ose një profeci përmes kujdo qoftë, ose përmes apostullit, ose përmes profetit. Mund të ndodhë që dhe vetë Perëndia t'ja tregojë, por vendosja e tij në kishë do të ketë drejtim nga Zoti për të qenë pastor. Nuk mjafton të bësh shkollën për të qenë pastor, nuk mjafton të kesh bërë disa doktoratura për të qenë pastor, jo. Është thirrja e Perëndisë, është vajosja dhe aftësia që të jep Perëndia nëpërmjet frymës së shenjtë. Shpeshherë njerëzit ngatrohen, jo po manastiri ky, jo po kisha aty, jo po shkolla teologjike ande, jo po kjo ai i papës, jo po ky, po më thet thash. Të gjitha këto janë skandale. Pra dhuntit dhe thirrja vijnë nga Perëndia. Pra, secila prej tyre. Apo Detiqanit mësues, që e përmenda edhe më sipër, është një thirrje nga Perëndia, apo Detiqanit profet. Pra këto duhet t'i shikojmë në kisha. Kjo është arsyeja pse sot kemi më shumë kisha të vakte. Po shikoni në kishë, kemi më shumë kisha rituale sot, siç është kisha ortodokse, më shumë kisha rituale. Ndezja e qërinjve, mesha, një predikim çfarë bëjnë ata, kujtimi ditëve të shenjtorëve, adete, gjëra si këto, nuk është kjo kisha. Kisha është çfarë Bibla mëson. Ajo thotë që kur të gjithë besimtarët dhe Grigja mblidhet së bashku, dhe nuk ka rëndësi se është e diela apo është ana apo është e marrë apo është tuna apo çrëndësi ka se kur mblidhen, mëngjes apo drek apo darkë,
1 orë apo 2 orë, shënsi ka, thot se cili nga ju thot ka një psalm, që thot këngë, ka një, dikush tjetër ka një mesazh, mësim, dikush do të ketë ose një fjalim në gjuhë të tjera, një profeci në gjuhë të tjera, dhe dikush në gjuhë të panjora në kuptimin që vjen nga fryma e shenjtë, edhe dikush do ta përkthej ose vetë personi që ka mesazh profecie për të ndërtuar një person ose kishën gjithë besimtarët që ndodhen aty, ose për ngjarje të caktuar që mund t'i ndodh qytetit, ose dikujt tjetër, shënsi ka sepse profeciojnë kudo. Pra secili mund të profetizojë dhe ose dhe vetë profeti që ndodhet në atë kishë mund të profetizojë. Dhe ka ndryshim të madh midis ai që ka autoritetit për të qenë një profet dhe ka një ndryshim të madh midis atij që është thjesht se po jep një profeci, sepse ndryshon. Madje ndahet në 3 nivele. Kemi shërbesën e profetit, dhunti profeti dhe frymë profetike, ku të gjithë besimtarët mundet të japin ndonjë profeci. Tek tuk. Por ndryshe ky që është profet, është diçka më lartë. Ky madje mund të ushtrojë dhe të qanit të mësojë në kish. Ky mundet të ungjillizojë, ky mund të verë duar mbi të sëmurë. Zonjëherë dhuntit dhe shërbesa ndërthuren me njëra tjetrën dhe janë të përzira. Ky dhe mund të pastorizojë, pra dhe mund të këshillojë kishën edhe besimtarët. Pra janë shumë të nevojshme të gjitha dhuntit. Po aq e nevojshme është dhe dhuntia, kjo shërbesa e pastorit, i cili dhe kjo mund përfshihet edhe nga dhunti të tjera. Dhe kur them dhunti, nuk po flas për këto 5 që përmenda apostull, profet, mësues, ungjilltar e me radhë, po për flas për dhunti jam duke folur për banie e duarve mbi të sëmurët, nxjerrjen e demonëve, shenja, mrekulli, vepra të fuqishme, besim i jashtëzakonshëm në një masë të madhe. Pra, siç edhe po e sqaroj, rëndësia e dhuntive dhe shërbesave në ambientet e kishës nga besimtarët është shumë e rëndësishme. Nëse jemi besimtar, po nëse jemi pastor, ki parasysh ato dhunti nuk ishin vetëm për në kohën kur kisha sapo kryua në dhjatën e re. Shumë njerëz mendojnë se këto dhunti apo këto shërbesa i përkisin vetëm asaj kohe. Në fakt kjo është një mashtrim. Kjo është një mashtrim i Satanit për ta përulur kishën, dhe është për ta ardhur keq nëse bëni një analizë të gjithë kishave sot në tokë, jo vetëm në Shqipëri. Kisha niveli sa i ka rënë pak poshtë. Nuk është kisha që Bibla thot. Fakt kisha do të marrë shembull mesazhin e Biblës, çfarë Perëndia mëson që nga Ungjilli, vepra e apostujve, letra e Romakëve, Korintasit, Selanikasit, domethënë gjithë letra çfarë mëson Pali për formimin e kishës apo Pietri apo apostujt e tjerë, është shumë e rëndësishme të bazohemi tek ato. Pra, kisha nuk është vetëm çfarë deklarojnë ndonjëherë pastorët nëpër kisha, o po ishin vetëm për natë kohë këto dhuntit, jo sot. Jo, nuk është e vërtetë. Kjo është një mashtrim që i jepet kishës sot, besimtarëve që ju serviret sot. Merre Biblën, nëse je besimtar dhe ke frikë dhe do Zotin, studio Biblën dhe aty do kuptosh se si do të jetë formati dhe formulimi i kishës dhe ecuria e kishës i besimtarëve. Dhe kur them kishës e kam fjalën për besimtarët, nuk po flas për institucionin, për ndërtesat, për gurët, se shpeshherë njerëzit mendojnë se kisha është ndërtesa, ajo gjëja e bukur, ose çfarë janë këto, dikush mendon jo shënanoi, jo kjo kisha këtu, jo katedrali atje, jo, më the thash, kisha janë besimtarët, vandi i shenjtë janë besimtarët. Sepse besimtarët u shenjtruan nga Perëndia me gjakun e Jezusit. Derdhja e gjakut të Jezu Krishtit nuk u bë për ndërtesat që quhen një vend i shenjtë, po u bë për shpirtin tuaj që të jetë një vend i shenjtë ku banon Perëndia, ku banon prania e Atit Perëndi, ku banon fryma e shenjtë, edhe Krishti. Ju jeni kisha, ju jeni besimtarët, ju jeni bitë Perëndis, ju jeni shtëpia e Zotit, ju jeni tempulli i Perëndisë së gjallë, thot Bibla. Pra, jo Perëndia nuk banon në krijesa ose në ndërtesa të ndërtuar nga duart e njerëzit, por Perëndia banon në shpirtin tuaj, në frymën tuaj.
Kjo është arsyeja dhe e vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit, që ju të rilindni dhe të bëni tempujt Perëndis, që Perëndia mos banojë më në përgur në atë tempullin që ishte vetëm simbolik tek Izraeli, por tek çdo kush që thërret emrin e Zotit. Madje profeti Joel, një profet shumë i rëndësishëm në Dhjetën e Re, ka thënë që Zoti do të derdh frymën ose shpirtin e shenjtë mbi çdo trup, mbi çdo mish njeriu, pra ata që do bëhen besimtar tek Jezu Krishti. Ata do të profetizojnë shërbëtorët dhe shërbëtoret e mia, mashkull apo femër. Pra, prift nuk është vetëm ai prit që ka një kostume i mjekër deri këtu, ka bërë dhe ca shkolla ai, mban dhe ca varse kështu, si puna time, ndoshta një më të madhe kështu, e të një shylaf këtu në kokë, ndash ai katoliku, ndash ai ortodoksi, ndash këta me kollaro në përkisha pastarët, jo. Prift do të thotë në një farë mënyrë është i shërbesh Perëndis. Prift është kushdo që është besimtar i Jezu Krishtit. Pra, fryma e shenjtë banon në secili prej jush që sot keni pranuar Krishtin, dhe ajo sill edhe cilësi dhe aftësi të ndryshme, siç është këto shërbesat, që nuk po them se do t'i keni të gjithë, po disa prej jush vetë besimtarët duhet t'ia kërkoni, nëse pastori juaj nuk po ja mëson, kërkojani vetë Zotit, kush është dhuntia dhe thirrja jote për jetën time? Tregom, çfarë dhuntish kam unë? Sot nuk po shikojmë shumë njerëz që të vënë duart mbi smurë të shërohen, nuk po shikojmë shumë njerëz të nxjerrin jashtë demonët, ose t'ia prishin magjit atyre, se ka shumë jashtuar shtriganët në Shqipëri. Magjistarët i kalbën njerëzit me magjira, si në martesa, si në fejesa, si në tregti ku shkojnë që me patjetër të blerë tjetri, ose në votime të këta politikanë të u kalbën duke bërë magjira, që njerëzit i votojnë për këta dhe këta asnjë gjë s'bëjnë për popullin. A kuptoni? Zoti e ka bërë kishën të jetë autoritet në këtë botë. Të jetë autoritet. Kisha është qeveria e Zotit në planetin tokë. Besimtarët, nëse po shikoni veten të pavlefshëm, do të dini që roli i kishës dhe i besimtarëve në botë është një rol shumë i rëndësishëm. Nuk e kanë rolin më të rëndësishëm mbretërit apo politikanët e kësaj bote, apo njerëzit, apo kapitalistët, apo miliarderët, apo mafia, apo çfarë ka pushtete tjera në këtë botë. Se edhe këto janë pushtete, siç është mafia, siç është paraja, siç është fama, siç është politika, edhe këto janë pushtete tjera, apo magjistarët, apo shtriganët, apo sistemet të ndryshme fetare. Jo, pushtetin sot në botë e zotëron kisha. Dhe jo çdo kush që e ka emrin kish, por ata që janë vërtet ndjekësa të Jezu Krishtit. Ata që vërtet zbatojnë fjalën e Perëndis, të Atit, vullnetin e Tij. Pse them kështu? Sepse vetë Zoti thotë, jo çdo kush që më thret o Zot, do të hyjë në mbretërinë time. Jo çdo kush. Shumë do vinë thonë, jo po ne bëm profecira, jo po ne shëruam, jo po bëm këtë, po bëm ata, ai do të largoni nga unë sepse nuk ju kam njohur, sepse keni bërë pa udhësi. Dhe kjo është gabim. Me qëra fjala, se kjo është një shkrim që shpeshherë këtu e shikoj shpeshherë që përdorin për kisha këta që s'besojnë në dhuntit, e shikoni ju që bëni këta nga Satani. Ka shumë këtu kisha ungjillore në Shqipëri që unë do t'i qortoj, qofshin pastor, qofshin drejtuesa, dua t'i qortoj dhe t'i kritikoj me të drejtë. Sepse shpeshherë akuzohen që nëse dikush ka një dhunti nga Perëndia, ky e ka nga Satani. Edhe Satani bën këtë dhe bën atë me që thot Bibla. Po Bibla thot. Po Bibla nuk po thot mos zbato, mos ec në frymë shenjtë, sepse Bibla thot që kush nuk ecën në frymë shenjtë, ecën në mish, dhe kush ecën në mish në fuqinë e vet, nuk i pëlqen Perëndis dhe nuk është bërë vullnetin e Perëndis. Dhe ti quhesh i paudh dhe ty do të thot Perëndia nuk të njoh. Kështu bëhet analiza e shkrimit. Kur nuk ecën në frymë, në tek Romakët thuhet që ata që ecën në mish, pra nuk ecën në drejtimin e frymës së shenjtë, po ecën në drejtimin e mishit, në kuptimin jo thjesht se bën mëkat kështu, po mish do thotë edhe kur ti ecën me duke bërë të mirat nëpërmjet logjikës tënde, nëpërmjet mirësisë që ti mendon se po i bën Perëndis, po jo se Perëndia po drejton ti me frymën e shenjtë. Sepse ka dy forma të mirash, një që vjen që Perëndia po drejton ti nga fryma e shenjtë dhe një e mirë që vjen nga egoja njerëzore që ja do të bësh këtë të mirë dhe atë të mirë ti pëlqesh njerëzve, ti pëlqesh Zotit, ja që të dukesh që je pastor i mirë, të dukesh ti je mësues i mirë, ti je besimtar i mirë, ti je drejtues i mirë, ti je
ndjekësi mirë i Zotit. Pra ti fillon të bësh disa gjëra vetë, por ti vetë e di që natyrën tënde si e ky që po bën. Pra, nëse dëshiron ti shërbesh Zotit dhe të bësh diçka, gjithmonë ti do të kërkosh forcën dhe fuqinë e Perëndis. Atëherë ti po shërben në frymë, nga fryma e shenjtë. Por nëse ti unë do ta bëj këtë, unë ta bëj atë që të më shikojnë këta të tjerët, të më vlerësojnë, të më duan, tash i marr një pozicion dhe jam ndikuqi. Mos luftoni për një pozicion se pozicionin ta vetë Zoti. Ti ke një pozicion në mbretërinë e Zotit, se nuk ke nevojë të luftosh fare për ta. Ti ke një rol si besimtar në kishë. Ti je një funksionar, nuk është vetëm ai që është një plak në kishë ose një pastor ose një drejtues. Drejtues quhen edhe këta të tjerët, madje edhe më lart. Kur thash apostulli, profeti, nuk është se pastori është më i larti. Nuk thash se është pastori më i larti. Edhe Bibla nuk e cilëson këtë, por Bibla cilëson diçka tjetër. Së pari Zoti vendosi apostuj. Ju që jeni shkruar në shenjtë, dini shumë mirë këtë. Së pari, nuk tha së pari Zoti vuri pastor, peshkop, i peshkv. Por thot së pari Zoti vendosi apostull, pra si autoritet në kishë, i pari vin apostujt. Së dyti thot vuri profet. Pra ku janë këta sot? Ku i kemi në kishë? Nuk është apostull papa si ka i Romës, i kishës katolike, ai mund mos jetë asnjë gjë. Pse nuk e ka për shkolla dhe pozicioni që ka, nuk të bën ti është apostull pozicioni që ka ai. Apostull është një thirrje që vjen nga Zoti tek dikush që Zoti vet do që ai të jetë apostull dhe nuk e vendos njeriu, nuk e vendos kisha, nuk e vendosin besimtarët, si thonë, bare ti do jesh apostull, apo do jesh profeti, apo do jesh mësuesi ti, do jesh pastori ti. Askush nuk e vendos, as ti vet, as ata që nuk të duan ty, nuk mund të vendosin çfarë do jesh ti në kish. Çfarë funksioni do kesh ti në kish, e di Zoti, sepse thuhet në Shkrimin e Shenjtë, Perëndia vendosi. Por ju thot në një vend tjetër, kërkoni dhuntit më të mira, thot i madhi apostull Pali, thot dhe unë do të tregoj një rrugë më të lartë. Shë si thot, kur ti të kërkosh dhuntit më të mira në kishën tënde, nëse pastor fillot të frymëzosh kishën tënde dhe besimtarët e tu të kërkojnë dhuntit nga Perëndia ato më të mira, çfarë ka Bibla atje? Ka fryma e shenjtë, mos ki frikë se dikush do të gjykojë. Fryma e shenjtë, nëse ti je apostull, nëse apostull apo nëse je profeti i Zotit apo nëse je mësues çfarëdo që ti jesh, pastor, ungjilltar, Perëndia do t'ju mësojë ju se si të veproni. Nxiteni kishën, nxiteni besimtarët, besimtarët nxisin njëri tjetrin. Shkoni tek Zoti, Zoti është ati juaj, nuk ka të drejtë vetëm njëri të kërkojë tek Zoti. Pastori, jo, të gjithë ju keni të drejtë të kërkoni tek Perëndia atë që ai ka për ju, vullnetin e tij. Ti nuk e di kush është vullneti i Zotit, dëshira, funksioni që Zoti ka për ty. Shumë, me sa kuptoj, shumica e njerëzve vdesin të paditur në kishë. Dhe Bibla thotë që populli im vdes, thot Zoti, i thot kishës. Populli im vdes për mungesë njohurie, pra besimtarët nga mungesa e njohurisë shpeshherë nuk ecin në forcën e Zotit dhe në nivelin ku Zoti do që ne të ecim. Prandaj të dashurit e mi, ti si besimtar apo si drejtues apo çfarëdo që ti jesh funksionar në kishë, duhet ta kërkosh Zotin të udhëheqë ty. Do të apo çfarë po na thua i dim këto. Ti mund të di shumë gjëra me të dëgjuar. Unë dua të di sa bën ti me praktik. Sa po beson që Zoti do drejtoj ty dhe shërbesën tënde dhe kishën tënde. Pastaj jemi në rregull. Pra, nuk është çfarë di, puna është çfarë bën nga ato që di. Nuk është çfarë ke mësuar, puna është çfarë bën nga ato që ke mësuar. Kështu që besimtar, dhuntit janë për ju. Dhe jo këto 5 shërbesat, se këto që janë shërbesa, apostoll, profeti, mësues, evangelist, ndoshta mund të jeni njëri prej këtyre ose mund të keni disa prej këtyre, sepse shpesh këto përzihen me njëra tjetrën, siç ishin apostujt e profetët që i kishin të përfshira në këto dy gjëra, në këto të tjerat. Por shikojmë që edhe këta bënin shenja dhe mrekulli, shërime, nxjerrje demonash, ngjalje të vdekurish,
Shikojmë për shumë në rastin e atij që ra nga muri, sepse zgjasnin shumë ato mësimet dhe predikimet, aq vonë zgjasnin sa që sot kishat edhe një orë mezi qëndrojnë besimtarët janë në kishë dhe mezi presin të shkojnë. Bën ai pastori një predikim të shkurtra atje, 2-3 këngë dhe hajt shëndet miropafshim. Nuk lejojnë që Perëndia t'ju udhëheq, të bëj ai gjëra në kishë. Pra kemi shumë mësime dhe predikime formale, sipërfaqësore, çfarë kanë mësuar për shkolla biblike dhe jo çfarë Perëndia dëshiron të mësoj. Prandaj edhe besimtarët dhe kishat shpeshherë mund të boshatisen ose mund të ndjehen të lënduar, besimtarët largohen pse s'ka dashuri në kishë. S'më duan besimtarët, s'më duan pastorët, s'më ndihmon ky, s'më ndihmon ai ose shumë gjëra tjera që mund të themi, sepse fryma e shenjtë nuk është, si thuash, duke drejtuar kishën, jo se nuk do ta drejtoj, por besimtarët, drejtuesët, pastorët, kushdo qoftë që është nga fëmijët e Perëndis, nuk po e lejon, nuk po e kërkon. Jo se nuk është, ai është, por ju duhet ta lejoni që ai të depërtojë në jetën tuaj, në jetën e kishës, kur takoheni së bashku, po dhe kur jeni vetë personalisht të kontrollojë jetën tuaj, sepse mos harroni ju jeni në një fushë betejë, të gjithë besimtarët e Perëndis janë në një fushë betejë ku janë në një moment lufte, ti nuk je këtu për pushime edhe të rish. Imagjinoni një njeri që është në fushën e betejës, në një luftë, dhe ti po rrit tash aty sikur je me pushime, ndërkohë dhe vijnë raketat këtu, fiu, bam, bym njëri tjetri, do vran bën cop. Shumica e besimtarëve janë vrarë në kuptimin shpirtëror, jeta atyre si besimtarë është e rënuar, sepse po bëjnë pushime. Në vend që të ngrihen të marrin armat që Perëndia i ka dhënë, në fjalën e Perëndis, dhe autoritetin e tij dhe pushtetin që Perëndia ju jep, ta kërkojnë, por gjithmonë përpiqen të bëjnë ato forcat e veta. Ti nuk mund të shkosh të luftosh armikun tënd me grushta, kur është një luftë e madhe. Toka është një fushë betejë ku ti je në një luftë. Ti nuk je këtu për të qenë i famshëm dhe për të korrur suksese të dukesh mbi tjerët. Ti je këtu për të luftuar jetën tënde në besim, në kuptimin jo luftë të vrasësh njerëzve, por luftë me gjëra shpirtërore, sepse lufta ajo nuk është me njerëzit. Jo me bollën fizike, por me gjërat, me vendimet që vijnë kundra teje, me armiqtë e tu që shpeshherë rënojnë psikologjinë tënde dhe fjalët që mbijetojnë në jetën tënde për një periudhë të gjatë ose shfaqen dhe vinë dhe nuk ikin, më mbeten atje tek ty dhe të shkatrojnë. Satani që vjen dhe i sjell ato gjëra. Pengesat që ai mund sjell tek puna jote, tek familja jote, tek shoqëria jote, tek kisha jote, të duhet të lutesh. Pra kur ti lutesh ti je duke luftuar. Dhe kur ti lutesh me besim, ti je duke luftuar, sepse edhe besimi është një armë. Dhe kur ti përdor fjalën e Perëndis, kjo është një armë tjetër që ti duhet ta përdorësh. Dhe një armë tjetër është ti e di që je i drejtë. Shpeshherë të ju jeni kështu, jeni të këqij, bëni këtë bëni atë, jo, ne jemi të drejtë, jo se s'bëjmë mëkate. Po të drejtë sepse gjaku i Krishtit na ka bërë të shenjtë, na ka drejtësuar, me besim ne u bëm drejtë, thot Bibla. Jo se e meritojmë të quhemi të drejtë, por Perëndia na ka quajtur të drejtë. Ne jemi bërë drejtësia e Perëndis, sipas shkrimeve të shenjta. Prandaj ti je në një fushë betejë. Pra nëse je një pastor, nëse je një drejtues, nëse je besimtar, fillo ta drejtosh veten apo kishën tënde në mënyrën jo çfarë ke mësuar ti nga mësuesët tënd, jo çfarë mendon ti, por fillo të kërkosh o Zot çfarë do ti. Jo duke qëndruar në atë rehatin tënd, por duke ngritur dhe nga populli që Perëndia të ka besuar, nga delet dhe besimtarët që Perëndia të ka drejtuar. Fillo ti ngresh dhe ti mësosh edhe ata, duke kërkuar ndihmën e Frymës së Shenjtë që ai ti lartësoj dhe ti aftësoj për thirrjet dhe për detyrat e tjera e me radhë si që kisha dhe trupi i Krishtit të rritet dhe të funksionojë në dashuri, edhe të rritet në fuqi dhe në njohurinë e Zotit. Prandaj janë dhuntit e nevojshme. Shpeshherë shikoj që dhe gabime bëhen, siç ishte rasti i nxjerrjes së demonëve në një kishë ku atë pastorin nuk ja din fort mirë emrin, si kishte kastriot, i kishin bërë një kamerë të fshehtë, që unë nuk është se më duket e drejtë ajo gjë, sepse
të them të drejtën, nxjerrja e një demoni nuk do të thotë që ti me patjetër duhet të rrezohesh poshtë. Po dhe kurthi që i ngritën gazetarët nuk është e drejtë, sepse është një lloj pa përgatitje e tyre dhe mos kuptimi, mos njohrie nga ana e tyre, pasi të cilët nuk kanë njohje në atë fushë dhe ti do të kesh aftësi për të kuptuar nëse njëri mashtron apo thot vërtetën. Për shembull, Bibla thotë që për të kuptuar nëse dikush është duke bërë punën e Perëndisë apo është dhuntia e dallimit të frymrave. Është dhunti nga fryma e shenjtë, dhe gazetarët nuk mund ta dallojnë nëse ai pastori e kishte dhuntin të nxjerrë demonët apo jo. Jo. Edhe kjo është një skandal, pavarësisht se ata ndoshta e kanë bërë edhe për egon e medias të televizionit tyre për të dukur në ose dikush i ka shtyr ata, nuk e di, domethënë për ta rrëzuar tjetrin se ka plot kisha që luftojnë njëra tjetrën, dhe kjo nuk është trupi i Krishtit. Nëse shikojmë që kisha luftojnë njëra tjetrën, besimtarët luftojnë njëra tjetrën, pastorët luftojnë njëra tjetrin, kush tjetë më lart e kush tjetë më poshtë, kush të duket më mirë, kush është më keq. Kjo është punë e Satanit, jo punë e Zotit. Duhet të keni kujdes. Në trupin e Krishtit bijtë e Perëndis njën nga paqja dhe nga dashuria, tha Jezusi. Pra ne duhet ta duam njëri tjetrit. Dhe për të kthyer tek ajo që po thoja për punën e demonëve, ti nuk mund ta allosh duke u shtirur si ku përshkon si gazetar që shkon kërkon ndihmë atje dhe dorën dhe ti bie vet. Jo, ti s'ke nevojë të biesh. Jo vetëm ti si gazetar, po edhe ata që janë besimtarë aty nuk kanë nevojë të rrezohen poshtë. Nëse fryma e shenjtë të rrezon, okay. Sigurisht që Bibla tregon që në disa raste kur njerëzit epileptik ose njerëzit me demon kishin probleme me demonët dhe ishin të poshtuar, fryma e keqe ose demoni ose angjëlli i keq i themi neve i Satanit ose xhindi që i thot dikush, i përplaste për tokë dhe derisa ikte i lëshonte dhe i linte si pa frymë për tokë. Kjo është manifestimi i demonëve, por në të njëjtën kohë kjo ndodhte sepse fuqia që ishte në Krishtin, fryma e shenjtë që vinte nga Perëndia, prekte atë trupin e atij të sëmurit dhe torturonte atë gjindin apo demonin apo shpirtin e keq apo frymën e keqe, si duash verja emri, dhe ai përpëlitshte derisa e lëshonte dhe ikte. Pra, të tilla manifestime mund të ndodhin, por nuk është e thënë që në çdo rast personi do bjerë. Apo kur ti lutesh me një sëmur, nuk është e thënë që me patjetër ti dorëzohesh, ose nëse je një pastor ose një drejtues, ti nuk ke nevojë ta shtysh tjetrin. Kjo është një budallallek, ta shtysh tjetrin. Nëse personi do të preket nga fryma e shenjtë, ai do të bjerë vet. Tani nuk e thash këtë për të gjykuar pastorin, po këtë e them si një si kishte ai Kastrioti. Këtë e them sepse kam parë shumë nga njerëz që ndonjëherë kanë këtë punë të shtyrit, jo vetëm këtu në Shqipëri, por edhe diku jashtë, nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë. Përveç rasteve kur fryma e shenjtë ty të shtyn ta bësh një gjë të tillë, por jo që ti ta bësh se do ti që të dukesh tek të tjerë të bësh teatro, të bësh show dhe shkon ja rrezova unë edhe tani un kam fuqinë e Zotit dhe të gjithë më duan mua dhe jam i famshëm kimsh, jam dikush, tër Shqipëria po më jema, tër Evropa po më jema, më rritet dhe rroga. Jo, nuk është kështu. Po edhe ti si gazetar, apo i piranjave kush ishin ata, nuk mund ta kuptosh nëse ai po shtiret apo vërtet e ka dhuntin e nxjerrjes së demonëve. Fakti që ju rrëzuat, kjo është një manipulim që në botën shpirtërore që ti nuk mund ta kuptosh e ka apo jo dhuntin ai pa mashtron apo jo. Ti të duhesh një specialist specifik që e njeh këtë fushë dhe dallon nëse personi që po lutet e ka nga fryma e shenjtë apo jo. Dhe jo të gjithë e kanë këtë dhuntin e dallimit të frymrave. Jo të gjithë. Por shpeshherë ata që kanë një kohë të gjatë në lutje dhe kanë një marrëdhënie me Zotin, shpirtërore, që vazhdimisht i kërkojnë fytyrën e Zotit çdo ditë dhe rinë në praninë e Zotit, duke falendruar, duke adhuruar, duke kërkuar atij, këta janë mësuar, janë stërvitur me të kuptuarit kur është fryma e shenjtë, sepse jetojnë në prezencën e frymës së shenjtë, dhe ai mund ta kuptojë nëse ky person po bën diçka po shtiret apo bën nga vetja. Apo po e bën nga Zoti. Pra e dallon. Dhe sidomos kur ka dhunti nga fryma e shenjtë. Pra ti si gazetar, sado që bëre rolin e aktorit, nuk mundesh dot ta kuptosh. Nuk e di çfarë është bërë me atë pastorin, është brenda në burga, nuk e di. Nuk e njoh personalisht kush është. Nuk e di kush ishte faji i tij, por pak kam para të videon para disa kohëve.
edhe sa e kam parë ishte sepse janë e ushtrirëm në ram gjoja dhe ti po mashtron dhe kishte një loje jo e këndshme që për mashtrim duhet janë ata sepse gazetari mashtron institucionin e kishës duke shtirur, duke rrëzuar dhe s'kish tha njëri të rrëzohesh. Se ti nuk shkon në kishë, u lut tjetër e rrëzohesh. Megjithse ka dhe nga ata që shtiren që rrëzohen. Ta themi dhe këta. Ka nga ata që mund të shtiren, që kur ti i prek bën si kur rrëzohen, por jo në të gjitha rastet. Ndodh kjo gjë. Mund të janë me kokra, po që ti kupton, ai që është shpirtëror, ai që ka një raport me Zotin, thash një kohë të gjatë me Perëndin, ka eksperiencë në lutje dhe në qëndrim tek prania e Perëndis, arrin ta kuptoj kur njëri shtiret, rrëzohet gjoja falso edhe kur dikush bën realitet. Dhe ka dhe nga ata pastor që shtiren. Sigurisht që ka pastor që shtiren. Edhe do të bëjnë show dhe reklama. Por sigurisht dhuntia e nxjerrës së demonëve që këtu mund përfshihet dhe prisha e magjive, nuk është e thënë pa tjetër që dikush të rrëzohet për tokë. Nuk ekziston kjo gjë. Sigurisht në disa raste ndoshta ishte përmenda rastin e epileptikut ishte në Bibël apo raste të tjera që përmenden në Bibël. Ka dhe raste që kur ti praktikon magjin ose gjëra mund të ndodhë që të biesh, mund të ndodhë që mos biesh, po ti si gazetar nuk arrin ta perceptosh dot përveç personit që e di këtë gjë. Që ka eksperiencë dhe nuk flas për ta personat që shtiren, sigurisht që ka që shtiren, sigurisht që ka pastor që bëjnë show, por unë po flas por ai që vërtet ka një përvojë dhe eksperiencë. Gabime po, sigurisht bëhen plot. Pra, dhuntit shpirtërore në kishë duhet funksionojnë. Dhe se përqendrova shumë tek pjesa e nxjerrjes së demonëve dhe dallimi kur është një demon ose kur nuk është, dhe i çfarë lloj tipi është, sepse demonët janë të tipeve të ndryshme. Edhe sjellin problematika të ndryshme, që unë nuk mund ta sqaroj në këtë lloj video tani, sepse është temë e gjatë. Apo dhuntia e shërimeve gjithashtu, që njerëzit mund bëjnë shërime, apo mrekullira, që sot nuk po shikojmë te kisha. Prandaj kisha duhet të kërkojë të Perëndia, apo dhuntia e të veprave të fuqishme edhe i besimit, që është një dhunti shumë e lartë, ajo vlen në raste të veçanta. Ai që ka të lloj dhuntie, domethënë shpeshherë mund të në drejtimin e Zotit patjetër, mund të ngjerë dhe të vdekun, jo kur duam ne, jo kur do ti, por nëse fryma e Perëndis e ka caktuar dhe të ka drejtuar ta bësh atë proces, ajo do ndodhi dhe ti do ta bësh. Nëse do ecësh duke ndjekur rrjedhën e frymës së shenjtë, sepse mund të ndodhë që edhe ti të dyshosh, edhe dyshimi është një pengesë që ti nuk mund të funksionosh tek gjërat e Zotit. Megjithëse shpeshherë Zoti mund të ketë hir dhe të veprojë sepse do të tregojë dhe fuqinë e tij edhe kur ti dyshon. Ka eksperjenca të tilla, kështu që këto janë gjëra shpirtërore që nuk mund të shpjegohen as nga psikologët, sepse nuk ka teknologji për të shpjeguar dhe nuk ka shkencëtar që mund të studiojë gjëra shpirtërore, pasi ato janë gjëra që nuk duken, por që manifestohen apo shfaqen dhe bëhen të dukshme në botën fizike, të kuptueshme. Kështu që të dashur, qëllimi i këtij mesazhi ishte që kisha do të kërkoj sa më shumë fuqinë e Perëndis ta drejtoj. Dhe kjo vjen përmes frymës së shenjtë, dhe kjo vjen kur ti e kupton se sa i rëndësishëm është Zoti në jetën tënde. Duke mos i dhënë vetëm rëndësi qefe dhe kënaqësive të kësaj bote ose vetëm problemeve, por duke dhënë rëndësi pjesësh më të rëndësishme që është marrëdhënia jote me Zotin. Kur ti qëndron në një marrëdhënie të afërt me Zotin, duke qëndruar në praninë e Tij, duke kërkuar, duke lutur, duke falendëruar, duke dhënë kohë atij ashtu siç e rëndësi për shembull familjes, gruas, punës, paras, shëtitjes, pushimeve me radhë, ti do t'i japësh kohë dhe Perëndis, madje si një nga gjërat më të rëndësishme. Ka që japim rëndësi dhe gjërave më të kota, siç është droga, alkooli, ofendime, bulizmi, mashtrimeve, mund të themi shumë gjëra tjera. Tradhtis me partnerin, me partneren, shumë gjëra të pista që mund ndodhin tani, se është një listë e madhe. Por njerëzit do të kuptojnë që duhet të qëndrojnë më afër Perëndis. Pavarësisht se ky mesazh ishte më shumë për besimtarët e Perëndis, për ata që
e duan Zotin me gjithë zemër dhe kanë frikë dhe respektojnë dhe duan të kalojnë përjetësim me ta, për ata që kanë kuptuar këtë pjesë. Për ata që s'e kanë kuptuar, filloni ta kërkoni Zotin në këtë mënyrë, që të përshtateni për të kaluar përjetësim me Zotin, se nuk është gjithçka planeti tokë, nuk është gjithçka paraja, nuk është gjithçka familja në këtë botë, po është familja, por në të ardhmen nuk do ketë më martesa dhe familje dhe të gjithë do janë njësoj, nuk do ketë raporte seksuale dhe nuk do funksionojë jeta si në tokë, do ketë tjetër sistem në planetin tokën e re dhe qiellin e ri që Perëndia do të krijojë. Edhe Zoti po përgatit popullin e tij këtu në tokë. Edhe prandaj duheshin edhe këto dhuntit që unë përmenda, apostullin, profetin, mësuesin, ungjilltarin, pastorin, gjithë këta. Me këta, kur them për autoritetin e tyre, ky është më lart se ky dhe ky është më lart se ky, nuk po them që Zoti e do më shumë apostullin dhe pastorin se do. Sigurisht që i do të dy, Krishti ka vdekur njësoj për dy. Pavarësisht se në autoritet nga fryma e shenjtë, një apostull qëndron më lart, një profet qëndron më lart, dhe pastaj vijnë këta të tjerët me radhë. Mësuesi, ungjilltari apo edhe kush ishte pastori. Ndoshta unë kërën dita si duhet, këta të fundit, ungjilltarin me pastorin, por që janë shumë të nevojshëm të gjithë. Ne duhet, nëse je një drejtues, fillo të ndërtosh një raport me Zotin në drejtimin tënd, ku vetë Perëndia të udhëheq ty dhe besimtarët e ty, jo ti vetë, sepse ti vetë nuk mundet ta ndërtosh kishën. Ti vetë nuk mundet të marrësh meritat. Zoti mund të marrë meritat, edhe Zoti mund të bëjë gjithçka. Por aq kohë sa ti po me përpiqesh ti bësh gjërat me mënyrën tënde, ti nuk do kesh sukses. Njerëzit do të nderojnë ty, jo Zotin. Nëse për shembull njerëzit vinë tek ty për interes, për shembull, ata nuk po të nderojnë ty sepse duan Zotin, ata po të nderojnë ty sepse po i ndihmon. Është interesi. Por ajo që kisha apo udhëheqësit në për kisha si apostulli, si profeti, si pastori, si ungjilltari, do të kenë parasysh njerëzit në kishë, besimtarët ose ata që s'janë besimtarë dhe duan që të jenë besimtarë të bëjnë pjesë e kishave, nuk do të mësojnë njerëzit hajde në kishë, po do të mësojnë njerëzit hajde tek Zoti. Prezantoje me Zotin, me Krijuesin. Nëse ti s'po bën këtë gjë, ndoshta ti ke problem vet. Ti po shkon në kishë, ti je pastor, po shkon në kishë, nuk po shkon tek Zoti, po shkon në kishë. Të shkuarit në kishë nuk do të shkosh tek Zoti. Të shkuarit në kishë do të kesh bashkësi me besimtarët, me njëri tjetrin. Sigurisht që Bibla thotë që aty ku 2 ose 3 veta janë, në emrin tim thotë Jezu Krishti, aty jam dhe unë. Pra, theksi dhe fokusi do të jetë Zoti. Ne do të fokusojmë tek Zoti edhe tek njëri tjetri, patjetër, sigurisht. Por fillimi i kësaj thënie që nisa nga fillimi ishte që kur ftojmë dikën në kishë, ne duhet ta kemi parasysh të drejtojmë drejt Jezusit. Jo duke thënë bëj mirë sot, mos bëj këtë, mos bëj atë. Dakor, ti thoj ato, por nuk është kjo qëllim vi tek Zoti. Ti duhet të prezantosh dashurinë e Zotit, ti duhet të prezantosh shpëtimin e Zotit tek këta njerëz, ti duhet të prezantosh që Perëndia do të ketë një marrëdhënie me ta dhe Perëndia do të jetë miku i tyre çdo ditë, ata do të jenë fëmijët e tij çdo ditë dhe do të kenë të ecën bashkë me Perëndin çdo ditë. Po e theksoj këtë të fundit, të ecën bashkë me Zotin në praninë e tij çdo ditë. Fjalën e tij në praninë e tij, duke pasur raporte dhe marrëdhënie. Sigurisht të vinë në kishë, të njihen me besimtarët, të mësoni gjuhën e respektit dhe të dashurisë me njëri tjetrin. Do thuash ti, jo, vajlon, po ne dim këto, i kemi dëgjuar, do na mësosh ti. Këta që flasin kështu, mundon të marrin ndonjë skrapellë kështu, do një çekiçe ta thyen ato undën. Paf, se ka shumë dhe këtu në TikTok që flasin shumë nga këta që mendojnë se dinë gjithçka edhe s'len njëri tjetër të mësojë. Pa përmendur emra se kush janë. Duhet që në trupin e Krishtit të ketë përulësi dhe dashuri, gjë që në kohët e fundit Jezusi tha që do të zhduket para se ai të vijë. Dhe i tha se në kohët e fundit shumë vetave do të ftohet dashuria dhe kam përshtypjen se këtu është synuar dhe kisha, pra besimtarët. Me sa duket dashuria mund të ftuar shumë për njerëzve, apo edhe besimi gjithashtu, a do gjej besim kur të vijë thot. Pra shikoni, ka rënë pak ajo cilësia, si ta thuash, jo se Zoti nuk është aktiv në kishë, jo se Zoti nuk e ka në kontroll kishën, po ka rënë niveli dhe unë me këtë mesazh do doja që të zgjoja
Nuk më intereson e di ti apo se di, a ke mësuar ti apo se ke mësuar në shkollë apo në kish, apo po mëson tjerët, apo po më thua ti o do na pështimat, nuk më intereson fare çfarë mendon ti. Sepse nëse mendon ashtu je vetëm një kranar dhe një përpjet dhe Satani po ta drejton mendjen. Nëse mendon ashtu, unë do të tregoj që ka ardhur koha që ne të hapim sytë edhe mos sulmojmë njëri tjetrin, sepse shpesh herë në rrjetet sociale shikoj që ka një lloj konkurrence midis kishave, midis pastorëve, një luftë përplasje mes njëri tjetrit, edhe kjo nuk është mirë. Kjo nuk është, apo mes besimtarëve, se nuk flas vetëm pastorët. Nuk them që pastorët s'kan gabime, se edhe ata kanë plot gabime, madje ndoshta më shumë se besimtarët. Por po them që kisha duhet të lejojë frymën e shenjtë ta udhëheq në njohjen ndaj Perëndis, besimtarin, apo dhe pastorin, apo dhe këtë gjë tjetër, dhe duke lejuar që dhe këto dhuntit të jenë në kishë, më dhe mos mendoni si kanë qenë vetëm për atë kohë, por janë ende sot. Edhe do të hiqni atë kapakun që ja ka mbuluar syt Satani, dhe të mos mendoni që këto s'janë për ne. Gjuhët e panjora janë për ne. Interpretimi dhe shpjegimi tyre janë për ne. Dhënit profeci janë për ne sot. Të shëruarit janë për ne sot. Të bërit mrekulli janë për ne sot. Të nxjerrësh jashtë demona për prishën magji janë dhe për ne sot. Dhe s'ka shkullës tjetër, sidomos në kohët e sotit që magjistarët kanë bërë tarapan e kanë shkatruar Shqipërinë fare në çdo lloj aspekti, edhe jo vetëm Shqipëri, po të shikosh çdo vend të botës, shtriganët dhe magjistarët janë në shumicë, edhe duken njerëz normal, por janë shërbëtorë të Satanit. Mund të janë dhe pjesë e familjes tuaj. Ben thash, edhe më përpara, në për martesa, në për fejesa, në për tregtira, në për çdo lloj gjëje, në për politikë, ku do i ke përdoret sot. Kështu që arsyeja e pjesës së dhuntive nuk po e them vetëm për prishjen e magjisë, tani po flas edhe për këto të tjerat, për punën e shërimeve, mrekullive, ndoshta ti ngjallesh dekur, dikush do qesh. Por për Zotin është e mundur, ti mund të qeshësh, mund të jetë qeshur edhe pa mundur për ty dhe për mua, po jo për Zotin. Edhe unë nuk po flas për fuqinë tonë, sa kemi ne mundësi të bëjmë shërime, mrekullia për nxjerrjen. Këtu po flasim çfarë Zoti mund të bëjë. Sigurisht që duhet të ketë edhe toleranca në për kisha, sepse në momentet që kishat nuk kanë eksperiencë shumë, besimtarët apo pastorët apo drejtuesët apo ata që do të kenë dhunti të ndryshme, nuk kanë një përvojë të gjatë, sigurisht që duhet të ekzistojë edhe toleranca e të bërit ndonjë gabim të vogël, derisa ai besimtar formohet në dhuntin e tij dhe forcohet edhe ai fillon ta njohë mirë dhuntin që Zoti jep apo shërbesën. Kështu që mos shkoni të gjykoni drejt ato, ja, shkoni e bëri gabim, ju për Satani. Ju dallave regjinët dhe ju llafazanët që jeni në përkisha, bëni kujdes kur i thoni tjetrit që ka një dhunti ose diçka nga Perëndi, duke thënë jo, është nga Satani, prisni një herë. Nuk është nga Satani, nëse Perëndia po drejton. Nuk është nga Satani. Edhe ato shkrimet që i përdorni me vend e pa vend kur thoni jo çdo kush që thotë o Zot do të mbretëri. Do të keni parasysh që Zoti e thot për ata që bëjnë pa udhësi, nuk e thot thjesht sepse ti po bën profeci apo po nxjerr demon apo po shëron njerëz apo bën, po e thot nëse ti bën pa udhësi. Dhe kush janë pa udhësit? Pa udhësit janë kur ti vazhdon të ecësh në mëkat, në jetën tënde të shturur, të degeneruar, edhe nuk lejon Perëndin të ndryshojë karakterin tënd. Dhe sigurisht për këta janë dhe dhuntit e tjera që të bind të qortojnë ty profeti për shembull dhe ti të ndryshosh, ose frymërshen, kjo është arsye pse është në jetën tënde që të ndryshoj personalitetin dhe karakterin tënd, ato gjëra që sjellje që ti si ndryshon dot në jetën tënde, ato nisma ose ato problematika ose ato nga gjëra nga të cilët je sklav, për shembull i duhanit apo i drogës apo i sharjeve preventive, i një magjie, i mallkimi ose i një egoizmi ose i një tamaqarleku ose çdo lloj gjëje tjetër vesi që është negativ, që mund ti fillosh ti numërosh tani të mbushësh një listë plot me gjëra, inati, urrejtja me thet thash, ka plot, ose të qanit shumë gjatë para televizorit, para telefonit siç rrim neve tani. Kjo është nuk duhet të tepruar, çdo gjë e mirë me tepric zhndrohet në gabim pastaj. Telefoni është i mirë, por qëndrimi gjatë mbi të është e gabuar dhe është gabim. Sepse ka edhe gjëra tjera të rëndësishme siç është familja, gruaja, shtëpia, puna,
Zoti edhe fjala e Perëndis apo çdo gjë tjetër që mund të bësh gjatë ditës, shoqëria edhe tjera. E shumë vezë tjera që njerëzit nuk mund. Prandaj fryma e shenjtë në jetën e një besimtari që ka frikë Zotin dhe e vlerëson Zotin duhet të jetë pjesë e tij, edhe nuk do të jetë të ndjekësh ti Zotin në mënyrë formale nëpërmjet ritualeve, ndezim qiri, shkojmë tek priti, puthim dorën, sot e premte, jo po është ditë e shtunë, jo po bën, jo po s'bën, jo po është kjo fest, jo po është ajo fest. Njerëzit nuk e ndjekin Zotin përmes traditave, njerëzit jo po është duhet të puthësh këtë apo të puthësh atë figurë apo të ikonë, të bësh të kryqin apo të bësh këtë apo ata, jo. Zoti ndiqet me besim dhe me zemër, edhe jo me rituale, jo nëpërmjet fesë. Jo duke thënë, hajde në kisha ime është më e mirë ortodokse, apo kisha katolike ime është më e mirë, apo kisha ungjillore është më e mirë, apo kisha pentakostale është më e mirë, apo kisha adventiste, apo evangeliste, sa ka lloje soje, të gjitha me radhë, pafund? Jo. Nëse dikujt i flet për Zotin, foli për Zotin, jo për kishën, çfarë kishe e ti. Jo duke bërë krahasime, jo po ky është kështu, po ky është ashtu, po duke ftuar të njohë Perëndin dhe fjalën e tij, edhe shpëtimin që Perëndia afron përmes Jezu Krishtit, duke treguar se si Perëndia ka treguar dashuri duke dënuar Jezu Krishtin në kryq, që mos të dënoj ty të shkosh në zjarr. Pra ka një ndryshim, sepse shpeshherë ndodhe kundër të jo, po do të vish në kishë, po të heqësh dorë nga kjo, jo po të heqësh dorë nga jo. Jo po do të qash, jo po të derdhëshlot, po të bëj këtë dhe apo atë, domethënë vetëm rregulla në vend që nuk kanë kuptuar akoma, njeriu nuk është shpëtuar nga veprat, njeriu është shpëtuar nga dashuria e Zotit, se Zoti ka vendosur të të shpëtojë ty. Duke dënuar birën e vet, shumë e thjeshtë. Këtë do të ndjekë njerëzit, besimin. Si thot Bibla, i drejti do të jetojë me anë të besimit. Veprat bëhet, por nuk janë ato që të shpëtojnë. Dhe askush të mos lëvdohet për veprat që bën. Askush të mos mendojë të fitoj territor dhe të bëj disa gjëra të mira për të pëlqyer kishës, pastorit, njerëzve apo vetes, apo për të fituar një pozicion, apo të rritet rroga apo një pozicion kështu, jo, apo të pëlqej femrës apo të pëlqej mashkullit. Ti ndiqe Zotin sepse ke nevojë për të njohësh dashurinë e tij dhe ke nevojë që Perëndia të jetë pjesë në jetën tënde. Mendoje këtë se është vërtet gjë e rëndësishme, sepse kur ke për të vdekur dhe të largohesh nga kjo botë, do ta kuptosh çfarë duke thënë. Jo duke dhënë shumë rëndësi vetes dhe gjërave të kësaj bote. Kush e shpëton jetën e vet thotë e humbet, po kush e humbet jetën e vet për mua, tha Jezu Krishti, do ta rifitoj. Pra, mundohu që t'ja përkushtosh jetën tënde Perëndis nëpërmjet Jezu Krishtit dhe ti do ta rifitosh jetën tënde. Pra, këtu jemi në një fushë betejë ku të duhet fryma e Perëndis, të gjitha pajisjet që i ka që unë i përmanda, apostulli, profeti, mësuesi, pastori, ungjilltari, tani dhe nënt dhuntit e tjera që thamë shërimit, xhirja e demonëve, dallimi kur një angjëll është i Zotit apo është një angjëll i Satanit, ose një punë është e djallit apo është e Zotit, kur dikush në kish po drejton nga Zoti apo nga Satani, apo në rrugë apo kudo që mund të takon çrëndsi ka, apo bërit mrekulli, për shembull, dikush po themi i mungon krahu dhe Zoti bën një mrekulli dhe i krijon një krah. Tani dikush do thotë nuk është si ato me magjistarët, jo. Por Perëndia mund të bëjë mrekulli, por ju mund të qeshni sot sepse nuk keni parë shumë të tilla, por Zoti çdo gjë është e mund. Ju thoni se Zoti bën çdo gjë, por nuk besoni se Zoti bën çdo gjë. Ju thoni, mendoni se besoni, por në realitet thjesht e thoni me gojë, po jo me zemër, sepse ne duhet besojmë që Zoti mund të jetë pjesë e njerëzve në çdo kohë dhe kjo është realiteti dhe në fund të ditës është ai që e bë vulën për gjithçka. Beson ti apo jo është punë tjetër. Por do doja që kishat mos ishin në këtë gjendje ku janë sot, edhe të përçara, edhe me emërtime të ndryshme. Për mua kisha nuk ka emra, për mua kisha quhet kisha, nuk quhet as kisha katolike, nuk quhet as kisha e krishterë katolike, nuk quhet as kisha e krishterë ortodokse, nuk quhet as kisha e krishterë apostolike, nuk quhet as kisha e krishterë ungjillore, siç e kanë thënë këtu në Shqipëri, apo kisha e protestantëve, apo kisha adventistëve, me sa ka me radhë. Për mua kisha quhet kisha. Kisha është tempulli i Perëndis, kisha është familja e Zotit.
kisha janë të krishterët, janë besimtarët që vërtet e duan dhe dashurojnë Zotin me zemër, edhe jetojnë për ta, edhe kanë pranimin e tij brenda tij, frymën e shenjtë, dhe udhëhiqen për saj në çdo kohë, edhe marrin fjalën e Zotit, pavarësisht se bëjnë gabime, por lejojnë në jetën e tyre që ajo ti ndryshojë, sepse në momentin që ti bëhesh besimtar, sigurisht që ti do bësh gabime, por një gjë që nuk parathuhet është, edhe unë do ta them, fryma e shenjtë. Pavarësisht gabimeve tënde, ai kryen një proces në jetën tënde, nëse ti e lejon çdo ditë për të ndryshuar ty karakterin dhe personalitetin tënd, që ti mos jesh njeriu me sjellje dhe me vese të mëparshme që ti ke pasur në jetën tënde pa Jezu Krishtin. Por që dhe pjesa e dhuntive dhe këtyre shërbesave, 5 shërbesave që tham, janë shumë të rëndësishme për ndërtimin e kishës. Për këtë arsye dhe apostulli Pali tha, kush kërkon dhuntit apo shërbesat më të mira, kërkoni, thotë, do t'ju tregoj një rrugë më të lartë. Pra kisha bëhet edhe më lartë, edhe më e forcuar, por sot nuk po e shikojmë këtë kishë, po e shikojmë një kishë po flegjum. Ndërsa profetët e tjera nuk kam çfarë të them pasaj, për muslimanët e për budistët, ata janë tjetër destinacion, s'ka lidhje fare me Zotin. Por ka nevojë të takojnë Krishtin dhe ata edhe t'i kthehen Perëndis. Sepse kisha nuk është çështje fetare, kisha apo besimtarët janë çështje, sepse besimtarët janë kisha, ose shtëpia e Zotit. Besimtarët, ti nëse je besimtar me radhë. Ti je besimtar ose kisha e Zotit, do thotë kesh një raport, një marrëdhënie, një marrëveshje me Perëndin përmes birit të tij që vdiq të ringjall në kryq. Jo në kryq, u ringjall, po u ringjall ditën e tretë pasi që varrosur. Edhe këta janë ata që janë kisha, kush e beson dhe është ndjekës i Perëndis përmes gjakut të Jezu Krishtit, dhe shenjtruar përmes këtij gjaku, ka hyrje të plot Perëndia në jetën tënde, dhe ti tek ai hyn lirshëm në pranën e tij, ti mund të lutesh çdo ditë të flas me të si me atin tënd. Dhe ai është ati tënd realisht. Dhe ti je fëmijë i tij, vajza e tij apo djali i tij. Sigurisht që Perëndia ka shumë bi, edhe bitë e tij nuk janë bi të lindur nga mishi dhe nga gjaku, nga vullneti i burrit dhe i gruas, por bitë e Perëndis quhen ata që janë besimtar, pra besimtarët i quhen bi i Zotit. Bi, pra kjo është kisha, bitë e Perëndis. Pra nuk kërkohet fe, apo të thuash jam kjo kish apo jo kish, jam me këtë pastor apo me atë pastori im është më i misterit apo ai është më i keq. Jo po shkoj në xhami, apo shkoj në Buda, apo shkoj në kjo, jo. Tek Zoti shkohet nëpërmjet birit të tij, duke u bërë fëmia e tij dhe duke u quajtur kisha e tij. Në momentin që ti ndjek Perëndin, do ta ndjekësh përmes Jezu Krishtit dhe kështu ti quhesh fëmia apo shtëpia e Zotit, apo në thënë ndryshe kisha me termin e sotëm. Siç është mësuar në Bibël që në kohët e lashta, në kohët e Krishtit domethënë, pas Krishtit, le ta themi më të shkoqitur. Kështu që ju përshëndes, shpresoj të keni marrë diçka nga ky mesazh. Ndoshta në videot e tjera mund të them diçka më shumë rreth temave të caktuara të tjera. Nëse keni një pyetje për një X temë caktuar, mund të më shkruani, mund të më pyesni. Edhe mund të thoni, a mund të ma bësh një video si një mësim për këtë temë, edhe me hir të Zotit do t'ja bëj. Ju përshëndes, ju do fort dhe lutem që Zoti i paqes, Perëndia i gjithësisë, Perëndia i çdo kujt, i çdo njeriu, t'ju udhëheq dhe të drejtoj çdo që ka dëgjuar këtë mesazh edhe ka parë që pavarësisht se mendon se di, apo pavarësisht se ti mund të kesh në shkolla, nuk janë shkollat që të bëjnë ty të bën Zoti. Pra profesori më i lartë keni parasysh është fryma e shenjtë. Pse? Sepse Jezu Krishti e ka thënë vetë, kur fryma e shenjtë vi, ai do t'i mësojë gjithçka. Nuk të bën shkolla, ti në shkollë mund të bësh 5 universitete, ullo zyn, i themi ne, shul del, edhe këtë të doli s'more vesh gjë. Vetëm ke mësuar në mënyrë formale dhe del atje përpara dhe laka dhe asgjë s'tua, dhe asgjë s'bën. Ku shumica e kisa edhe është fatkesi për ta thënë janë bërë si biznese, nuk janë tjenë një kish reale gjallë për Perëndin, ku vërtet Perëndia nderohet dhe kundërtohet vllai dhe motra si vëllezër në gjakun, apo motër e vlla në gjakun e Krishtit, ku plotësojmë nevojat e njëri tjetrit, edhe lutemi për njëri tjetrin, mbështesim njëri tjetrin kur kemi mundësi, e shumë gjëra tjera, duke mos refuzuar
ndihmën askujt. Kështu që ju përshëndes, kërkoni nga Perëndia dhuntit më të mira dhe keni të parë që Zoti do të bekojë. Paqja e Zotit qoftë me ju. Amin.